Përshëndetje të dashur teleshikues, po fillojmë lajmet në televizionin 4+. Nxënësit e shkollës jo publike nënshkruesi pavarësisë në Bisefa organizuan një aktivitet me rastin e Tetorit Roz, ku shpërndan 16 eko për gratë e pranishme në shenjë solidariteti për kancerin e gjirit. Tetori Roz, muaji i ndërgjegjësimit të kancerit të gjirit për gratë dhe vajzat, aktivizon jo vetëm të rriturit në aktivitetet e ndryshme dhe mesazhet sensibilizuese për kontrollet e vazhdueshme për parandalimin e tij, por edhe fëmijët, të cilët ndajnë mesazhet e tyre inkurajuese për këtë sëmundje. Nxënësit e shkollës jo publike nënshkruesi pavarësisë në Bisefa organizuan një aktivitet me mësueset, mamat e tyre dhe mjekjen e ftuar të familjes Altina Hajdari. Fëmijët kishin përgatitur fjongot roz, qua shpërndan të pranishmeve, informacionet e duhura për parandalimin e kancerit të gjirit dhe 16 ekofalas për gratë për kontrollin e kësaj sëmundje, duke treguar solidarizimin e tyre dhe të shkollës me gratë dhe vajzat. Tetori Roz nuk është vetëm një datë në kalendar, por është një fushat ndërkombëtare e cila ka për qëllim të shpërndajë informacion, të inkurajojë dhe të ndërgjegjësojë çdo grua dhe çdo vajzë që të jetë në kujdes të vazhdueshëm për shëndetin e saj. Tetori është caktuar si muaji i ndërgjegjësimit mbi kancerin e gjirit, i cili zhvillohet çdo vit, pra në këtë muaj zhvillohen aktivitete të ndryshme të cilat synojnë të shpërndajnë informacion mbi shëndetin e gjirit dhe të paratërrisin ndërgjegjësimin për parandalimin dhe zbulimin e hershëm të sëmundjes së kancerit të gjirit për të gjitha gratë dhe vajzat në të gjithë globin. Fjonga roz u përdor për herë të parë në fillim të viteve 90 dhe që atëherë është bërë një simbol global që na kujton rëndësinë e parandalimit dhe mbështetjes në grave që përballen çdo ditë me këtë lloj sëmundje. Sot fjonga roz nuk është thjesht vetëm një simbol, por është më tepër se kaq. Është një mesazh për çdo grua: kujdes për veten, mos e neglizho shëndetin dhe mos ki frikë të kërkosh ndihmë mjekësore kur është e nevojshme. Mjekja e familjes Altina Hajdari tregoi simptomat e kancerit të gjirit me qëllim që të kapet në kohë dhe më pas u zhvillua një bashkëbisedim rreth sëmundjes. Është një nga sëmundjet të cilat po merr jetë njerëzisht, është një nga sëmundjet, një nga kancerat shumë të rëndësishëm, dhe është një nga kancerat të cilit renditet si kanceri i dytë më i shpeshtë mbas kancerit të lëkurës. Çdo grua, çdo vajzë mund ta bëjë kontrollin e gjirit pas një lloj problemi. Dhe teknika nuk e di nëse mund. Teknika është shumë e thjeshtë. Është ngritja e dorës lart dhe një masazhim vetëm me 4 gishtat me mollzat e gishtave, duke palpuar në pjesën ansore dhe t'i vinë gjithë gjirit rreth e qark. Nëse shikohet një ndryshim minimal, duhet paraqitemi me patjetër te mjeku që të marrim udhëzimet e duhura. Kam një pyetje. Po, patjetër. Përveç faktorit gjenetik, ka faktorë të tjerë që ndikojnë ose nxisin? Ka faktorë të tjerë. Ka faktorë të tjerë, siç është stresi, është një nga faktorët që është një faktor risku, është jeta sedentare, është një faktor risku, terapia hormonale të cilat marrin gratë që kalojnë në menopauzë, është një nga faktorët e riskut. Mjekja Hajdari në fund të aktivitetit shprehu falenderimin për kontributin e nxënësve dhe stafit të shkollës nënshkruesi pavarësisë në Bisefa. Realisht ishte një nga aktivitetet që më ka lënë mbresa. Nxënësit e shkollës nënshkruesi i pavarësisë realisht kishin punuar shumë mirë, kishin nxjerrë materialet e duhura për të informuar të gjitha gratë rreth kancerit të gjirit. Aktiviteti ishte i qartë dhe i drejt për drejt, ndihmonte çdo grua rreth informacionit që i duhet për të ditur për kancerin e gjirit. Përfitoj nga rasti, t'i bëj thirrje çdo gruaje, çdo vajze që të bëjnë kontrollet periodike për të parandaluar kancerin e gjirit. Shkolla jon ka vendosur që të bëjë një gjest të veçantë, të dhuroj disa eko për disa gra dhe vajza si një mënyrë për të nxitur zbulimin dhe parandalimin e hershëm të kësaj sëmundjeje. Ky veprim i vogël mund të duket i vogël, por është një veprim shumë i madh që tregon solidaritetin dhe dashurinë që kemi për njëri tjetrin dhe që së bashku mund të shpëtojmë jetë. Në total mund të ndjejmë 16 eko gjiri falas, të cilat nuk i durojnë. Faleminderit. Kryeministri Edi Rama nga Forumi i Investimeve tha se institucioneve qendrore duhet të zgjerojmë trurin me inteligjencën artificiale.
Kryeministri Edi Rama ndodhet në një takim në ditën e dytë të forumit të investimeve Bashkimi Evropian Ballkani Perëndimor që u mbajt për herë të parë në Tiranë me 161 pjesëmarrës nga i gjithë Ballkani Perëndimor dhe diaspora, me synimin për të zhvilluar zgjidhje konkrete të bazuara në inteligjencën artificiale për sfida reale shoqërore. Rama në fjalën e tij tha se qeveria është e hapur për inovatorët që duan të kenë mundësi të aksesojnë institucionet dhe të shfrytëzojnë të dhënat e tyre. Ne kemi rënë dakord brenda nesh të çojmë përpara procesin duke hapur dyert e qeverisë për të gjithë inovatorët dhe duke krijuar një hapësirë të përbashkët me bërtham Agjencinë e Ekselencës që ne kemi krijuar para pak kohe dhe të cilën do ta vëmë në dispozicionin tuaj dhe të gjithë inovatorëve. Kjo do të thotë që duam që startupet, inovatorët të kenë mundësi të aksesojnë institucionet dhe duke aksesuar institucionet të kenë mundësi të shohin nga afër problematikat, por edhe të shfrytëzojnë të dhënat e tyre, të shfrytëzojnë statistikat e tyre, të shfrytëzojnë të gjitha të brumë që pastaj është baza e zgjidhjeve përmes inteligjencës artificiale dhe krijimit modeleve të inteligjencës artificiale. Tani besoj që duke bërë këtë do të ndodh ajo që ndodh gjithmonë me këtë sektor, me këtë fushë, me këtë botë, që do mësojmë shumë gjëra të reja nga njëri tjetri dhe që do prodhojmë produkte të reja. Ne kemi sfidën të krijojmë një akselerator shumë fuqishëm në mbështetje të ministres sonë të inteligjencës artificiale që është vetë inteligjencë artificiale dhe natyrisht që ky akselerator do të bazohet tek ju, tek kapitali njerëzor që ne kemi brenda Akshit apo brenda Agjencisë së Ekselencës dhe me këtë sinergji do të mundohemi që çdo njërit nga institucioneve qendrore ti zgjerojmë trurin me inteligjencë artificiale. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen premtoi heqjen e roaming me vendet e Bashkimit Evropian në 2026 me tarifa të njëjta si në Shqipëri. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen njoftoi të hënën heqjen e tarifave roaming të komunikimeve të lëvizshme mes Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian vitin e ardhshëm. Një vendim i tillë do të nënkuptonte mundësinë që abonentët e shërbimeve celulare në Shqipëri të përdornin numrat e tyre në vendet e Bashkimit Evropian me të njëjta tarifa si në Shqipëri. Në 2023 këtu në Tiranë ne arritëm një marrëveshje me shumë të rëndësishme me operatorët. Juve ju kujtohet kjo, vitin që do të vi, ne do të heqim të gjitha tarifat e roamit midis Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian. Dhe kjo është shumë e mirë për bizneset, është shumë e mirë për turizmin dhe veçanërisht është e mirë që t'i sjellim popujt tanë dhe njerëzit tanë së bashku. Aktualisht tarifat roaming mes Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian nuk janë ligjërisht të rregulluara, por që prej vitit 2023 me ndërmjetësimin e Komisionit Evropian, 38 operatorë të shërbimeve celular të Bashkimit Evropian dhe rajonit të Ballkanit Perëndimor arritën një marrëveshje për uljen e tarifave roaming të internetit. Nga 2 operatorët celular shqiptar, vetëm One Albania u bë pjesë e marrëveshjes, por sidoqoftë edhe Vodafone Albania ofron tarifa të ngjashme preferenciale për përdorimin e shërbimeve të kompanive të tjera të grupit Vodafone në BE. Konkretisht, operatorët që u bën pjesë e marrëveshjes ranë dakord për vendosjen e një niveli maksimal të çmimit të shitjes me pakicë €18 gigabajt, duke filluar nga 1 tetori 2023.
€14 gigabajt duke filluar nga viti 2026 dhe €9 gigabajt duke filluar nga viti 2028. Aktualisht tarifa baze e internetit në roaming në zonën 1, ku përfshihen shumica operatorëve nga vendet e BE-s, është 2.4 lek megabajt, nga 40 deri 60 lek për megabajt që ishte para hyrjes në fuqi të marrëveshjes. Marrëveshja parashikon gjithsesi një ulje të mëtejshme të çmimit të internetit në €14 gigabajt duke filluar nga viti 2026. Panajiri më i madh i teknologjisë në botë do të vinë në Evropën juglindore me pritës Beogradin në vitin 2027. Panajiri më i madh i teknologjisë në botë, GITEX Global, mbushi 45 vjet këtë vit dhe hapi dyert më 13 tetor në Dubai, që cimentoi pozicionin si laboratori i gjallë i botës për inteligjencën artificiale dhe transformime digjitale. GITEX Global mblodhi së bashku më shumë se 1.000 ekspozues dhe 200.000 vizitor. Vendi pritës i GITEX Global 2027 është zgjedhur Serbia, e cila është edhe një vend partner. Ky është një moment historik për Serbinë dhe rajonin e Evropës juglindore, duke hapur derën për partneritete ndërkombëtare dhe prezantimin e potencialit teknologjik rajonal në skenën globale. Beogradi pritet të bëhet një vend kryesor për takimin e udhëheqësve botëror në fushat e inteligjencës artificiale, transformimit digjital dhe inovacionit startup. Pas vendimit për organizimin e GITEX Serbia 2027 në Beograd, drejtori i GITEX Global Trixi, Lon Merment, tha: "Nisja GITEX Serbia 2027 shënon një kapitull të ri në udhëtimin ton global, për të zgjeruar përvojën e GITEX drejt qendrave të reja të inovacionit. Serbia dallohet si një urë dinamike midis lindjes dhe perëndimit dhe kjo është arsyeja pse ne jemi të ngazëllyer për të sjellë eventin më të madh në botë të teknologjisë dhe startupeve në Beograd." GITEX Global, me qendër në Dubai, me një traditë 45 vjeçare, është një nga ngjarjet më të mëdha dhe më me ndikim të teknologjisë në botë, e njohur si një platformë kryesore për lidhjen e kompanive globale të teknologjisë, investitorëve dhe startupeve. Expo 2027, ekspozita e parë e specializuar në botë e organizuar në Evropën juglindore, do të mbahet në Beograd nga 15 maj deri më 15 gusht të vitit 2027. Më shumë se 4 milion vizitor pritet të vizitojnë ekspozitën. Sipas një studimi në Gjermani, emigrantët janë më të zgjuarit, me rekord 1 në 7 shpike. Gjermania është një nga vendet evropiane që ka tërhequr shumë emigrant që nuk janë vetëm forcë krahu, por edhe truri. Një studim i realizuar së fundi tregon se 1 në 7 shpikje në këtë vend vjen prej emigrantëve të cilët janë bërë gjithnjë më të rëndësishëm për ekonominë gjermane. Sipas studimit, shpikësit nga Evropa lindore dhe juglindore kontribuojnë më shumë në regjistrimet e patentave në Gjermani dhe një pjesëmarrje prej gati 3%. Në vendin e dytë janë zonat gjuhësore të Evropës jugore dhe Amerikës Latine. Në vendin e tretë është hapësira arabe përfshirë Turqinë me rreth 2% dhe janë shtuar njerëzit me origjinë indiane me regjistrimet e patentave me 1.2%. Sukseset në Indi tregojnë si duhet vepruar edhe në vende të tjera me një nivel të lartë arsimimi dhe një shoqëri të re që në koordinim me vendin përkatës të origjinës të tërhiqen gjithnjë më shumë studiues dhe profesionistë të kualifikuar, thuhet në studim. Megjithatë, vetëm përpjekjet për rekrutim dhe informim nuk janë të mjaftueshme. Ashtu si vendet e tjera të industrializuara, Gjermania mbështetet në emigrimin e njerëzve të arsimuar mirë. Një nga hartueset e studimit, Aleksandra Köbler, sqaroi se për të qenë në gjendje të konkurosh për trurin më të mirë, nevojitet procedura të shpejta dhe jo burokratike për hyrje në Gjermani dhe njohjen e kualifikimeve. Po kështu sipas saj është gjithashtu thelbësore një frymë e hapur me qëllim tërheqjen e ekspertëve me njohuritë e tyre dhe për të mbetur një vend tërheqës për talentet e huaja. Këto ishin lajmet tona për sot. Lajmet i gjeni dhe në internet në website-in 4plusmedia.tv. Bashkë mirupafshim.